Fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne. Në vitin 1940 në Indinë Jugore, një djalosh nga fshati rreth 12 vjeç po ndihmonte doktor Margaret Brand, një misionare doktoresha okuliste, teksa bënte operacionin e një katarakti. Njëra nga pacientet ishte nëna e këtij djalit dhe ishte verbuar përpara se ai të lindte. Kjo grua nuk e kishte parë kurrë djalin e saj. Dr. Brand shkruan: Në ditën e 10 pas operacionit, ndihmësi im i ri po kërcente lart e poshtë nga gëzimi e po thoshte: "Mami, a mund të më shohësh tani?" Pasi vuri syzet, nënës së re u deshën disa minuta që të kuptonte se mund të shikonte përsëri. E vështroi djalin e saj për një kohë të gjatë dhe më pas, duke buzëqeshur, i tha: "Birim, gjithë këto vite mendoja se të njihja, por sot po të shoh ashtu siç e në të vërtetë." Dr. Brand shkruan: "Shumë herë e mendoj edhe unë se e njoh dikë. Mendimi që krijoj për të nuk është shumë pozitiv, por Zoti më ndalon edhe më thot: Ndal një minutë, më lejo të tregoj se si e shikoj unë atë person. Të gjithë jemi pak të verbër kur bëhet fjalë për gjykuar njerëzit. Ashtu si nëna e re që për 12 vite mund të gjykonte se si dukej djali i saj vetëm kur e prekte. Ne gjykojmë njerëzit nga përvoja që kemi përjetuar kur jemi përplasur me ashpërsinë e tyre. Për shembull, ndoshta burri ju ka kritikuar këtë mëngjes, edhe mendja menjëherë ju thot: ai nuk ju do më apo nuk është i kënaqur më me ju. Por nëse do të shikonit pak më thellë, ndoshta do të merrnit vesh se mund të ishte i shqetësuar për punën. Psalmisti një herë u lut: O Zot, Perëndia im, ndriçoji sytë e mi. Miqtë e mi, ne të gjithë kemi nevojë për ndihmën e Perëndisë, për t'i parë njerëzit ashtu siç janë në të vërtetë. Për personin që të irriton, kërkoji Perëndisë sot të i bëjë një operacion syve të tu shpirtëror, në mënyrë që të shikosh ashtu siç e sheh atë person Perëndia. Dëgjuat Fjalin kurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.